Përshëndetje miq, jemi në Milano, qytetin e modës, me 3 nga modelet që përjetuan eksperiencën më të bukur të jetës së tyre. 3 modelet që janë pjesë e finales dhe mbylljes së sezonit, janë përzgjedhur midis shumë vajzave në casting model që kanë marrë pjesë në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Mirela, Klementina dhe Georgina tashmë e kanë realizuar ëndrrën e tyre për të qenë pjesë e Top Model Week në Itali, me bashkëpunimin e stafit profesionist në fushën e modës. Vajzat kanë vizituar disa nga vendet më të bukura të Milanos, që do t'i zbulojmë pas pak. Vajzat kanë preferuar të darkojnë në një nga zonat më të bukura dhe më historike të saj, Naviglio Grande, ku dhe vetë emri i restorantit është i tillë, Naviglio 46, i cili ka një histori interesante, ku është restoranti i parë në Naviglio. Ajo daton që nga fillimet e Naviglio si restorant, ku më parë ka qenë zonë artizanësh dhe piktorësh. Është një nga kuzhinat më tradicionale italiane nga të gjitha provincat dhe gjithashtu kuzhinë tipike milaneze. Vajzat sapo janë squar në ditën e tyre të dytë, ku i presin vizitat në vendet më të bukura për të eksploruar në Milano. Një ditë me diell plot emocion. Interesant ishte edhe udhëtimi i tyre me metro, ku zbuluan një anë tjetër interesante të Milanos, Il Duomo di Milano, e cila është një monument kombëtar italian, simboli i kryeqytetit lombard dhe i vendosur në sheshin homonim në qendër të metropolit, dhe është kisha më e madhe në Itali, e cila ndodhet në territorin e qytetit të Vatikanit dhe është i treti në botë për nga sipërfaqja. Por si kaluan vajzat në vizitën e tyre? Jam shumë falenderuesi që isha e përzgjedhur për episodin final të emisionit Top Model Week në Milano. Udhëtimi në Milano shkoi shumë bukur faktikisht, sepse ne u nisëm herët. Udhëtimi me vajzat na shkoi shumë mirë dhe me stafin, por që kisha pak frikë të pjesa avionit, nga që ishte edhe hera e parë.
U kënaqëm shumë, e shijuam çdo moment, bëm edhe shumë foto. I kam frikë lartësitë dhe mendova që nuk do u ndjeja mirë dhe do shkonte pak keq, por që shkoi shumë mirë. Në fakt ishte hera e dytë për mua që udhëtoja me avion dhe ti kam pak frikë lartësitë, por udhëtimi shkoi për mrekulli. Shoqëria e gocave, e Klementines dhe Gjergjinës është shumë e mirë faktikisht, sepse janë goca shumë të mira, shumë të edukuara, edhe kanë shumë energji pozitive. Në çdo moment kemi qenë kështu të treja bashkë si mindar dhe jam shumë e lumtur që i kam faktikisht për këtë udhëtim. Pavarësisht se zgjati 2 orë, mua mu duk si 15 minuta, sepse gjatë gjithë kohës ishim duke bërë muhabet dhe duke kaluar kohë me njëri tjetrin dhe u kënaqëm shumë. Kur mbërritëm në Milano, në fakt kisha pritshmëri shumë të larta dhe realisht mu duk shumë i bukur si qytet. Edhe pse unë kam qenë këtu një herë në Milano, se kam marrë pjesë tani në gusht tek Fashion Week Milan, jam shumë e emocionuar faktikisht sepse ky vend është shumë i bukur dhe ka shumë për të parë. Më bëri shumë përshtypje në fakt infrastruktura, rrugët të shtruara me kaldrëm, pasërtia, që nuk ishte asnjë pler në cepin më të vogël të qytetit. Më pëlqyen shumë njerëzit, ndërtesat, mënyra se si ishin ndërtuar. Njerëzit në fakt ishin, secili shohin punët e tyre, vishën shumë thjesht, kanë një stil të vetin. Mendoj që do ja kalojmë shumë bukur dhe do bëjmë një photoshooting shumë të bukur. Bosco Verticale, pylli vertikal, është një çift kullash banimi në rrethin Porta Nova të Milanos, pranë stacionit hekurudhor Milano Porta Garibaldi. Ata kanë një lartësi prej 111 metrash dhe përmbajnë më shumë se 900 pemë dhe vajzat u bën shumë kurioze për ta vizituar dhe për të ditur më shumë rreth tyre. Kullat u projektuan nga Boeri Studio. Ai përfshinte gjithashtu të dhëna nga hortikulturalistët dhe botanistët. Kur mbërritëm në Milano, vendosëm me stafin dhe me vajzat që të vizitonim disa nga vendet të Milanos. Disa nga vendet që kemi vizituar dhe më kam tërhequr vërtet shumë kanë qenë Duomo, Kështjella, Galeria. Vizita ime ishte faktikisht e zona Garibaldit, mu duk sikur për një moment isha tek Dubai, faktikisht, aq moderne sa sa ishte shumë e bukur, pavarësisht se pjesët antike të këtij vendi, kalat, gjithë pjesët e tjera janë shumë të bukura dhe unike. Tek Duomo, që e kam dhe përballë, më ka bërë shumë përshtypje sepse është e kuruar në çdo detaj. Gjithçka është e punuar me dorë dhe është kaq e mrekullueshme kur e sheh, domethënë nuk ke si ta përshkruash. Një nga destinacionet më të veçanta për ne është Kështjella Sforzesco, që mendoj është një ndër perlat më të bukura të Milanos. Castello Sforzesco. Ajo u ndërtua në shekullin e 15 nga Francesco Sforza, mbi mbetjet e një fortifikimi të mëparshëm mesjetar të shekullit të 14, të njohur si Castello di Porta Giovia. Në të njëjtën zonë ku qëndronte kalaja e Porta Giovia, në kohën romake qëndronte homonimi Castrum Porta e Jovis, një nga 4 kështjellat mbrojtëse të Milanos romake. I transformuar dhe modifikuar në mënyrë të konsiderueshme gjatë shekujve, Castello Sforzesco ishte midis shekujve të 16 dhe të 17, një nga qendrat kryesore ushtarake në Europë.
Është një nga kështjellat më të mëdha në Europë, si dhe një nga simbolet kryesore të Milanos dhe historisë së tij. Një nga pjesët më të veçanta dhe të rëndësishme faktikisht që vizituam ishte pjesa e navilit, ku kishte një lumë shumë të bukur dhe të qetë dhe ishte me vende shumë antike dhe të bukura, me restorante dhe urat faktikisht ishin me kyçet e dashurisë të mbyllura, ku ishin shumë unike. Naviglio Grande është një kanal i lundrueshëm në Italinë Veriore, i vendosur në Lombardi. Fillon të marrë ujë nga Ticino, pranë Tornaventos, rreth 23 kilometra në jug të Sesto Calende, pranë lokalitetit Castellana, dhe përfundon në Darsena di Porta Ticinese. Tashmë është bërë traditë në Top Model Week, ku vajzat gjatë momenteve të tyre të pushimit preferojnë kafen Pascucci. Madje, këtë radhë ato kanë vizituar një nga pikat më kryesore të Pascucit në Itali, kur Antonio Pascucci vendosi t'i përkushtohej tregtisë së kafes. Galleria Vittorio Emanuele II është një arkadë tregtare në Milano, e cila në formën e një rruge të mbuluar këmbësore lidh Piazza Duomo me Piazza della Scala. Për shkak të pranisë së dyqaneve dhe klubeve elegante, që nga inaugurimi i saj ka qenë një vend takim i borgjezisë milaneze, e ndërtuar në stilin neorilindës, dhe është ndër shembujt më të famshëm të arkitekturës europiane të hekurit dhe përfaqëson arketipin e arkadës tregtare të shekullit të 19, e quajtur thjesht La Galleria nga milanezët. Shpesh konsiderohet si një nga shembujt e parë të një qendre tregtare. Orari i drekës erdhi dhe vajzat në një mendje vendosën të drekojnë në një nga restorantet më të njohura japoneze në Milano. Një nga dëshirat e vajzave ishte që të drekonin në një nga restorantet japoneze të sushit, pasi duke qenë një nga ushqimet e tyre të preferuara, ato donin të provonin kuzhinën e sushit të vërtet japonez.
pasi dhe vetë shpikësit e sushit besohet të jetë Hanaya Yohei rreth vitit 1824, por në atë kohë e konsideronin ushqim tradicional dhe të shpejtë. Për sa i përket setit fotografik të vajzave, ne kemi hasur shumë vështirësi. Koha ishte zymt, ishte grile të themi, u zbeha pak në fytyrë sepse mendoha për setin e fotove më shumë, se si do realizoheshin në shi. Duke sikur ky udhtim në Milano nuk do na çonte askund, sepse sa po erdhëm neve, gjetëm shiu në Milano. Në momentin e fundit ne bëjmë një mbledhje si staf, pothuajse në 12 natës, diskutuam nëse mund të shtyjmë biletën ose jo, por vendosëm që do shkoj si do shkoj, ne do xhirojmë. Si gjithmonë rëndësinë në fund fare ka rezultati. Kur u zgjuam në mëngjes, shiu pushoi dhe menduam që setin do realizonin shumë bukur jashtë. Pavarësisht se kishin marrë dijet me vete, por nuk na ndihmuan shumë. Dhe si për magji koha u hap. Na dha atë mundësinë që duke sikur nuk do e kishin faktikisht. Seti filloi që në herët në mëngjes me Alinin që ishte make-up artist këtu në Milano dhe me atë grimin shumë të lehtë, do të them, ndryshe nga ajo çfarë kemi bërë ndoshta edhe në emisionet e tjera, ndoshta i përshtatet edhe shumë zonës. Vendosit na bën një make-up shumë natyral, fix për modele, si që janë modelet e vërteta, ku tregojnë më shumë tipare se sa make-up të rënduar. Zbulova që make-upi duhet shumë natyral për modelet, për të nxjerrë në pa tiparet që kemi. Dhe kur make-up artisti më bëri make-upin, si fillim u friksova pak. Artista vendosit na bënte një make-up të lehtë sepse të duke më shumë veshja dhe ne natyrale. Ndryshe nga ajo që mendohet, këto thojnë që pikët e rënda, ky make-up i shumë i rënd këtu nuk duket sikur nuk përdoret shumë. Mendoj që bëri gjën e duhur sepse në Shqipëri e mësuar me make-up të rënd, në sete duke realizuar, më thënë duke dalë komplet nga ajo çfarë jemi ne. Ndoshta ke pjesa e beauty, ndoshta edhe mund të rëndohet pak për të në pak karakteristikat. Mendoja se make-upi për një set fotografi
duhet ishte pak më i rënduar, por make-up-i doli shumë natyral, shumë i bukur dhe foto dolën perfekte. Fotoshooting shkoi shumë mirë, më mirë se që e prisja, nuk e mendoja shumë, sepse stafi italian ishte shumë profesionist. Setin e filluam me Mirelën, duke qenë që Mirela kishte edhe pak eksperiencë nga Milano, ishte preferenca pratikisht e stafit italian. Këtu çfarë do lloj gjëje që ti mund të bëje, çfarë do lloj vendi që ti ishe, prap nuk e di, të jepte një farë veçantie, domethënë një farë bukurie. Gjë që të cilën shfryzoi dhe Mirela. Siç e do tradita e emisionit Top Model Week, këtë fund viti, stafi italian ka stiluar në një mënyrë të veçantë Mirelën dhe nuk u shgënjye nga seti i saj, duke i bërë asaj një look të ri dhe shumë profesional në fushën e modës. Stylist faktikisht ishte shumë profesionale, më bëri një veshje shumë moderne, shumë street style. Pak fashion, me këshillat e vajzave, Alina dhe Elena. Më pëlqeu shumë, isha shumë komode, edhe një kohë si shumë cool, ndryshim të në çdo moment më jepte shumë ide për foto. E morën me shumë qef pjesën e Mirelës, kështu që pozuam në 2-3 vende. Më ndihmonte me rrobat kur lëvizni edhe një herë për i pozave. Isha shumë komode me të dhe do doja dhe të kisha bashkëpunim me tjerë që se është e mundur gjithmonë. Me sa duket, seti i Mirelës po shkon mjaft mirë, dhe kjo, falë eksperiencës së saj në fushën e modës, gjë që e bën që ta ketë më të thjeshtë, duke filluar që nga pozat dhe sjellja e saj me kamerën, gjithashtu dhe bashkëpunimi i saj me stafin italian. Shiu u kthye në favorin ton, sepse ndihmojnë në shkëlqimin e rrugëve. Në fillim fare ishte themi midis pallateve, kaluam ke pjesa pak më centrale afër Duomos
Dhe aty duke sikur ajo ndjej akoma më mirë, ishte faktikisht fiks ajo që ne kishim biseduar edhe kur po vinim në avion. Këto vendet ku kishte njerëz, kishte lëvizje, këto pallatet e bukura që ngrihesin mbrapa Mirelës gjithmonë në background, tramvajet që shëtisin majtës e djatës. Isha shumë e frymëzuar faktikisht nga ambienti, nga atmosfera, nga Milanoja që është shumë unike dhe ka një stil të veçantë, po ndjesha si një model e vërtet. Në fillim me 2-3 vështirësi të vogla, sa të marrësh pak situatën në dorë, e kishe ndoshta pak vështirë këtë pjesën kur gozat i thonin do t'jesh pak më angri, domethënë pak më egër. Seti faktikisht shkoi shumë mirë, normalisht me bashkëpunimin e stafit italian. Mirela e doli më së miri. Unë tashmë jam e dashuruar mbas seteve fotografike dhe mbas pozave të mia, të cilat mundohem t'i përshtatem sa më shumë vendit dhe setit ku ndodhem. Pavarësisht se Klementina ishte zgjedhur nga stafi italian, unë kam një dashuri të veçantë për Klementin, ndoshta është edhe pse është me vogla e grupit ose nuk e di, ka diçka që më pëlqen më shumë. E kam ndjekur dhe në teatr, do të them që është një super aktore. Setin fotografik e zhvillova përballë Duomos dhe jam shumë e kënaqur me bashkëpunimet që kam bërë, si me stilisten, me fotografin edhe me make-up artisten. Eksperienca e Klementinës si aktore e bëri më të thjesht marrëdhënien e saj me kamerën, ku nxorri në pa dhe anën e saj të fotomodelingut.
me Klementinën bëm disa foto ke pjesa e Duomos përpall, pothuajse derës kryesore, me atë veshin që ajo kishte, me atë lloj kostumi, me atë palton, me ngjyrë, domethënë, duke sikur i jepte komplet një themi ishte si një ylber sot faktikisht në këtë ditë pak dhe me shi, domethënë pak ditë gri. Kështu që me ato lojat e veta, me ato gjeste, domethënë i rrinte mirë themi dhe vendi. Kam përshtypjen që tek foto, domethënë nuk i dham shumë këshilla sepse e ndjente veten shumë rrallë. Disa foto të tjera me Klementinën i bëm ke pjesa që ishin në këto bankarelat e vitit të ri, me atë kostumin ngjyrë vishnje, me ato lojat asaj, lozte gjatë gjithë kohës me fjalë sikur po binte diçka, i rrinte themi shumë mirë, ndoshta më mirë se sa pjesa e Duomos, sepse ishte realisht, domethënë ishte atmosfera e dur për Klementinën. Për sa i përket pjesës së Gjorgjinës, nuk kisha asnjë merakull sepse dija që do pozonte. Themi më së miri. Unë vendosa të bëj brenda në galeri, sepse mendova që do ndihesha më rehat sa jashtë, do heqja atë xhaketën, sepse do më pëlqeu më shumë. Gjorgjina gjithashtu tërhoqi vëmendjen e vizitorëve me sjelljet e saj sensuale. Pavarësisht moshës së saj, ajo ka një eksperiencë të gjatë në fushën e fotomodelingut. Seti ishte fatikisht aty ku ajo donte, domethënë ke galeria, një vend që ndoshta shqiptarët e njohin shpesh sepse shumë fotografë kanë bërë foto aty. Nuk doja të bëja fatikisht foto aty, po me që ishte një dëshirë e Gjorgjinës, ja plotësuam, sepse ndoshta kishe menduar diçka komplet jashtë, domethënë siç ishte për Klementinën dhe Mirelën, por që na rrinte mirë themi me këtë atmosferën me atmosferën e vitit të ri, pema që ishte bërë gati. Mos harrojmë që jemi prag festash, kështu që edhe atmosfera na ndihmoi pak për ta kompletuar pjesën e veshjes.
Lokacioni që zgjodhi Georgina, Galeria Vittorio Emanuele, tashmë dihet që është një nga vendet më të preferuara e të gjithë bashkëpunëtorëve të fushës së modës, si modele të famshme, stiliste, fotografe, por edhe nga brende të ndryshme botërore. Kemi mbërritur në fundin e programit dhe aventurës së vajzave në Itali, po i vjen fundi. Një eksperiencë shumë e bukur dhe një udhëtim plot emocion për mbylljen e këtij sezoni. Pjesa më kryesore dhe rëndësishme ishte pjesa e kyçeve të dashurisë, ku ishte e mbushur plot Ka pëlqyer vërtet shumë. Ishte një kënaqësi për mua kur mora vesh Ma bëri make-upin shumë natyral. Ja futa kot dhe jerë.